Zonja dhe zotri, rikthehemi drejt për drejt në trialog dhe kësaj radhe komunikimin po e ndaloj te zoti Zogaj. Zoti Zogaj, e di që keni gjithmonë të qarta e në momente caktuar jeni treguar dhe indiferent me skemat apo skenaret e përsëritura të opozitës. Po kësaj radhe duket më bindur dhe më vendosur. Flet për një front opozitar me bazë më të gjerë dhe po nis komunikimet edhe me shoqërinë civile. A ju tingëllon më serioz propozimi dhe projekti kësaj radhe? Propozimi është po ai, që në 2013 po themi, Partia Demokratike është në opozitë dhe në të gjitha vitet e opozitarizmit saj ka kërkuar këtë gjë. Bile ka bërë akte, veprime, qadra, bojkote, djegje mandatesh, bojkotim zgjedhjeve vendore, gjithmonë këtë gjë ka bërë. Ka sa vjetë bën që është në opozitë. Nga kjo pikpamje unë e kam atë konsideratën që jemi në një déjà vu sa i përket skemës. Kontekstet ndryshojnë, kjo ka një... A ju bind argumenti dhe legitimitetit të qeverisë i cili sot sipas opozitës është i ekspozuar tërësisht? Qeveria është i ekspozuar si asnjëherë tjetër ndaj një korrupsioni të hetuar dhe jo thjesht një korrupsioni që denoncohet nëpër foltore, nëpër tribuna apo nëpër media. Tani nuk jemi më në këtë nivel të korrupsionit, në këtë lloj denoncimi të korrupsionit, me destinacion fantazin shpesh herë, sepse kur qëndron vetëm tek fjalët denoncimi, shpesh ka dhe teprime. Tani jemi në një situatë tjetër që akuzat depozitohen, janë depozituar dhe nga opozita në SPAK. SPAK-u ka hetuar, vazhdon të hetojë, ka marrë në hetim pandehur zyrtarët më të lartë, vetëm Edi Rama ka ngel në pikpamje të hierarkisë qeverisë për pushtetit Partisë Socialiste, që nuk është marri në kuptimin e ka dhe tjera aty, po zëvendës kryeministra dy janë marrë, kryetari i bashkisë. Pra po themi që favori opozitës kësaj radhe ndonë se skenari është i përsëritur është drejtësia dhe karburanti që është dhënë si andemi. A mjafton? Është drejtësia për mendimin tim dhe këtë drejtësia janë drejtuar sytë edhe të publikut gjerë, edhe të partnerëve. Do të jemi realistë, domethënë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë adresuar gjithë problematikat reale që ka korrupsioni në Shqipëri, krimi i organizuar në Shqipëri, rrjetet e krimit të organizuar në Shqipëri, narkotrafiku në Shqipëri, si një dukuri që është shumë shqetësuese edhe për sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe prandaj kanë dhe prioritet të politikës tyre të jashtme me vendet aleate, sidomos, po edhe me vende të tjera. Pra ata i kanë adresuar tek SPAK-u. SPAK-u është i vetmi institucion që është frekuentuar dhe edhe është pritur në departamentin e shtetit dhe kjo ka domethënie. Prandaj nuk është një invencion, është shumë e qartë që institucioni që kreditohet dhe mbështetet fuqishëm, jo vetëm kreditohet, për të shkuar deri në fund, luftës kundër korrupsionit, për të vendosur ndeshkueshmërinë në Shqipëri në sferat e larta dhe për të luftuar krimin njëkohësisht, është drejtësia. Invencion pa dyshim që jo dhe ju këtu keni të drejtë parimisht, megjithatë është mundësi më reale dhe më e prekshme kësaj radhe. Shiko, opozita du t'i bëjë gjithmonë, thënë këto që po them unë, që e ka bërë gjithmonë, kjo nuk do të thotë se s'du t'a bëjë më, sepse gjithmonë të kërkohet momenti. Se i bie pushonte se ekzistuari si mision. Dakor, gjithmonë jam shtesë këtë që kërkesë. Edhe kontekstit ndryshojnë, e thash, nuk ka kontekst tjetër, në konteksti është ma pozitiv. Mund të themi, me gjithë se duhet jemi realistë, sepse duhet me pa drejt në sy çështjen, mos kemi iluzione, nëse kjo mund ndodhi shumë kollaj. Ndaj unë po tregoj me drejt për drejt, kur e shihni drejt në sy Sali Berishën teksa e riproklamon këtë ide. Çfarë mendoni ju që e njihni mirë, si leadership po dhe si individ? Jo, ai do t'i bëj, Sali Berisha mund t'i bëj ato që ka ndërmend, edhe të tentojë edhe një tryezë të gjerë. Natyrisht ai ka pengesat e veta për ta bërë. Nuk mund të bëj Sali Berisha një tryezë që ka bërë para 2004-2005, nuk e bën dot, sepse ka disa rrethana që e pengojnë që të bëj ai një tryezë gjithë përfshirëse që shkojnë gjithë. Megjithatë, ky është opinioni im, ai mund ta tentojë. Por unë them për qeverinë teknike dhe kjo. Duket se pritshmëritë keni kaq të ulta sa thoni që edhe realizimi i tryezës është i vështirë. Lëre më ideja e qeverisë teknike. Pritshmëritë e mia në këtë rast nuk kanë rëndësi. Unë po bëj një analizë politike, unë nuk po bëj dhe besoj se këto që po them qëndrojnë, nuk janë thjesht opinione se kështu
Sigurisht nda jeni në atë karrige, sonte dhe gjithmonë. Nuk kemi as kohë dhe nuk është ky emision për të argumentu pse, sepse atëherë marrun gjithë kohën. Unë do them 3 gjëra që mendoj se kanë vlerë. Për të qenë transparent me njerëzit që na ndjekin. Qeveria teknike, një qeveri teknike kur mund të provokohet? Provokohet dhe mund të realizohet kur ka një pjesëmarrje kritike të gjerë, të madhe, që dukshme, domethënë 100.000, 150.000, kur nuk është vetëm faktori politik, por atë shoqëria, janë njerëzit. Kur toni pjesëmarrje, e keni fjalën për atashimin me protestat e opozitës? Pra që këtë, le të atashohen dhe me protestat, pra këtë kërkesë e pranojnë, e bëjnë tyre, dhe e bëjnë, si më dhe një argument të protestës tyre edhe njerëzit që s'janë struktura politike. Pjesë po themi elektoratit apo eminencës opozitare? Mo gjithë, pra duhet edhe opozitarë, se ata që kërkojnë qeverinë teknike janë opozitarë, po a janë opozita është plurale, ka brenda, ka jashtë, ka rreth e qark. Ajo është një mjeshtri, se si me e bë bashkë atë, ajo është në dorën e atij që e ka kërkuar, që i ka dalë Zot është nëse arrin apo jo. Por unë po them, në qoftë se nuk ka një masë kritike që i pakson ajrin qeverisë, që është politike, por duket qartë si se është edhe mbar qytetare, qeverisë nuk janë ndjenë. Protestat një drejt demokratike, ata mund të shoqërojnë qeverisën në një vendi, dhe më thënë gjatë 4 vjetëve, ditë për ditë, javë për javë, muaj për muaj, po janë thjesht partijake, ajo vazhdojnë, duhet ketë një gjë më shumë. E dyta, kur qeveri teknike, kur e kërkon, kur është në krizë, mazhoranca gjë që duket dhe që nuk është hiç pa në krizë dhe pa qenë, si më thënë, kuptimin e numrave, po them. E treta që mund të shkaktojë këtë, për mendimin tim, është një faktor tjetër i ri, për shkak të gamës ndërvartësive që ka krijuar Shqipëria me faktorin ndërkombëtar. Jo vetëm duke qenë antar i NATO-s, apo duke tentuar që të bëhet antar e Bashkimit Evropian, duke qenë në procesin e hapje negociatave ka ndodhur, po janë ato tani jemi në prag, si më thënë, nëse do ketë antarësim, pra ka një gamë ndërvarësish politike shumë më të madhe. Shto këtu ndërvarësin që krijohet përmes relacione shumë të ngushta të SBA-s dhe BE-s me SPAK-un dhe me drejtësinë, dhe prioritetin që kanë ato ndaj SPAK-ut, që ata e shtyjnë që SPAK-ut mos ketë tabu, as Belinda Ballukun, as Edi Ramën, as Sali Berishën, që ajo është tashmë i pandehur, po kush është tjetër, nëse ka. Por nuk e di. Në qoftë se Rama i bëhet pengesë drejtësisë, me këtë që po ndodh, ai e paguan. Sepse sot, siç është situata sot, mjafton një deklaratë e ndërkombëtarëve që Rama të mos qëndrojë dot. Ama kjo deklaratë që themi realisht do vijë në qoftë se ai qartazi i bëhet pengesë drejtësisë, në ato kërkesat që ka drejtësi dhe që lidhen me te, sa e retorik mund të përdori, por ato ku a është vota ati që... Po flasim për barikadimet reale të punës së drejtësisë. Ajo pastaj, në që saj shkomenja që të shkëmbej, si me thëmë, fatin e disa zyrtarëve të vetë, të akuzuar, dhe të përfshirë, dhe të akuzuar, dhe të martë pandehur, të cilët sigurisht janë drejtën e tyre që ata të mbrohen gjykatë dhe ndoshta nuk janë ato, se kanë prezumim papajësisë funksionon. Po është beteja tyre, nuk është beteja më e qeverisë. Ase kryeministri dhe ase qeverisë toni ju? Nëse ai bëhet barikat, atëherë do dhe si thua shkon drejt shkëmbimit edhe të integrimit me fatin e bashkëpunëtorëve të vet, ai erxohet. Erxon dhe populli shqiptar, se qohen gjithë i madh i vogël, por erxon me ndërkombëtarët. Erxon SBA-ja me 2 fjali, për ta thënë në mënyrë figurative. Nga kjo pikpamje, Rama është, do më thënë, në dilemat më dha, dhe e duke se është në dilemat më dha, që do bëje? Jashtë kësaj, ndërkombëtarët do mendohen, edhe e mbyll me kaq, dhe të themi, bëjmë analizë politike, dhe është një politolog këtu, është edhe Zoti Gjaferi që merret me politikë, po për kushtet që është sot Shqipëria, dhe për konfigurimin që ka, do më thënë, spektri politik dhe leadershipi politik. Unë mendoj që ndërkombëtarët
nuk është se s'do mendoheshin as një minutë nëse nuk sigurohen për 3 gjëra. E para, në skenarin e një qeverie tjetër, agenda antikorupcion dhe antikrim do të vazhdoje pas një pengesë. E para e dyta, agenda për integrimin e Shqipërisë në BE do vazhdoje pas një pengesë. Dhe e treta, të jetë shfaqur alternativa që do të jetë domosdoshmërisht euroatlantike. Ju po ngri një retorik pikpyese në këtë drejtim, në qoftë se do të kishte qeverisje tjetër e cila do të ishte penguese në këtë drejtim? Çdo pretendent potencial do thoshte që jo, nuk do të bëhesh në barikadë. Dua të dëgjoj zotin Asimja, e cilën e ka dëgjuar me durim deri tani. Zotin Asimja, ideja e rikthyere një qeverie teknike, sa lehtësisht realizueshme është në praktik dhe sa serioze ju duket opozita në këtë moment, e cila po pretendon që do të ulet me shoqërinë civile, po edhe me faktorë të tjerë opozitarë? Mirë, se janë gjërat ndryshme. Kjo puna e qeverisë teknike është plotësisht e realizueshme. Zotëria firmos një copë letër aty ke zyra dhe nesër kemi qeveri teknike. Nuk është ai problemi. Madje unë edhe do ta ndaja çështjen e qeverisë teknike nga çështja e ardhjes së opozitës në pushtet. Sepse kjo çështje e qeverisë teknike i paraprin ose të paktën vendos kushtet që eventualisht edhe të vijë opozita. Po çfarë bëj Akim, ndoshta edhe fiton prap mazhoranca. Pra jo detyrimisht, po shtuarje në zgjedhje të tjera thoni. Fuqi elektorale. Po, problemi është këtu tani që se për çfarë duhet qeveria teknike? Qeveria teknike nuk duhet thjesht që mos kemi përmbytje, mos përmes zgjidh probleme menaxhimi. Aq për tepër që kur ti mendon qeveri teknike, mendon një qeveri që në radh parë do përgatisi vendin për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kaq, është e thjeshtë. Se nuk ka kuptim qeveria teknike për te këtij lloji misioni. Qeveria teknike vendoset vetëm në raste luftrash, katastrofash të mëdha, ku ty duhet një lloj bashkimi etj. Dhe natyrisht, ky është problem shqiptar, atëherë kur ti nuk garanton të zgjedhje të lira dhe të ndershme. Këtë prelut para përgatitohesh ju po thoni jo domosdoshmërisht do të mund ta marrë opozita në dorë. A mund ta bëj thjesht dhe vetëm opozita apo më mirë do të ishte një forcë, fuqi apo edhe tryezë neutrale që shkon përtej opozitës? Para përgatitjen për këto zgjedhje të lira e të ndershme, këtë garanci që ne po e kërkojmë me qeveri teknike. Si bëhen zgjedhjet e lira dhe të ndershme, si çfarë do thotë, problemi nuk është tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ne e dimë se i kemi pamë edhe rekomandimet e Odirit, po edhe pa i pa ata thjesht na thonë neve ca gjëra të cilave ne ju dim trefishin e atyre. Nëse ti do zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri, do duhet në radh parë neutralizosh ndikimin e krimit organizuar në zgjedhje. Do duhet shtetin ta bësh neutral gjithashtu në shtet, mos bëhet parti shtet, domethënë që gjithë shtetin, gjithë burimet financiare të shtetit, gjithë burimet njerëzore të shtetit vendosësh në funksion të një fitores një partie, shumicës në rilindjes në rastin konkret. Mos falësh gjoba, mos bësh legalizime, ndryshimet fiskale të kritikueshme. Domethënë, kur ti i bën të gjitha këto, dhe këto mund t'i bëj qeveria teknike, natyrisht. Kjo qeveri që është e qartë që s'ka për t'i bërë. Për kundra s'ke vënd të kundër, të bëhen 83 deputet dhe po të bëhen zgjedhjet sot, ndoshta me aq uri sa kanë. Ndoshta mund të bëhen edhe 90, çfarë s'bën vaki. Ndoshta shpall edhe mbretëri pastaj. Prandaj ju thonë që qeveria teknike është një firmë dhe kaq se tingëllon shumë bardhëzi dhe jo, formalisht është shumë e thjeshtë. Formalisht është shumë e thjeshtë. Çështja është duhet një qeveri e cila ta bëj këtë gjë dhe një qeveri që e bën këtë gjë, nuk është thjesht një qeveri që e firmos një njeri. Ai është akti thjesht formal. Është një qeveri e cila ndërtohet me vullnetin e të gjitha palëve, futet në lojë natyrisht Partia Demokratike si partia më e madhe, edhe partitë e tjera opozitare, jo vetëm PD-ja, firmosin një dokument përbashkët, merren vesh për një formulë të caktuar dhe vendosen disa teknokrat pastaj, jo si në rastin e qeverisë Marrëveshjes Basha me Rama, disa teknokrat me integritet, të cilët kanë një program, si që të preqë, super të thjeshtë. Programi është kjo që sa po thash unë. Kjo që sa po thash. Që në fakt niset nga identifikimi i problemeve të vendit. Ose, në rasti Maqedonisë Veriut, që çdo palëzgjedhje, 100 ditë para zgjedhjeve. Ajo është precedenti përhershëm. Ajo është për Ballkanin, ku ti s'ke besim fare ka krijuar 2 rotacione në 8 vjet. 2 rotacione. Po, por është garancia të cilën Maqedonia e Veriut e ka siguruar tashmë. Ajo është një kërkesë që është pak poshtruese në fakt, sepse e pranon me gojën tënde, jam dakord me Besardin, me Qeralafi, po është pak poshtruese se do thotë që ti s'ke besim tek politika, domethënë, dhe duhet ja bësh atë. Po në fund futin në Shqipëri ne gëzohemi edhe kur na shtrojnë 10 metra asfalt, gëzohemi vinë zgjedhjet se na shtrojnë asfalt ose veni tubacion. Domethënë, ky do të ishte roli i qeverisë. Qeveria teknike nuk do merrej
me ujësjelë, pa tjetër që do t'i bëjt ato gjëra se i bën administrata. Po, thelbi i idesë qeverisë teknike është pikërisht kjo. Dhe, në momentin që futesh në zgjedhje, pastaj janë zgjedhje të lira të ndershme, aty pastaj diskutojmë sa duma është e besueshme apo jo opozita, se cili nga ne përfshirë unë ka kritikat e veta e tjerë. Por të paktën të garantojnë këto kushte. Kur garantojnë këto kushte, atë kemi të gojë të gjithë, dalim dhe themi që kushtet të kryuan pikërisht. E vërtet, po do duhet kemi këtë fush garancie. Po në qoftë se flasim për këtë kompromis me bazë të gjerë, sa është predispozita që ne ta kemi një zëri këtë sinkronizimit palve? Sepse nëse do t'ishte ky vullnet i mirë, kasta politike nuk do t'ishte këtu ku është. Në këtë tavolinë me shumë aktor, ka vetëm një aktor i cili njëkohësisht edhe e ka në dorë, edhe nuk e pranon këtë ide për momentin, është Edi Rama. Ai që thoni ju e firmos dhe mbaroi qeveria teknike. Sepse nuk besoj që Berisha, Shejai, Qori, Lapaj e këta do dilnin kundër idesë qeverisë teknike. Kështu që një individ e bën këtë kompromis praktikisht ka mundur. Ato po kërkojnë gjithkohës. Kjo është çështja, kështu që i vetmi person që e ka në dorë, kjo këtu hyn në lojë pastaj faktorët e tjerë. Dhe është e vërtetë që të paktën deri para 4 muajsh, 3 muajsh, 4 muajsh, ne nuk ishim në këtë lloj situate. Edhe kur kërkoi, supozojmë dilte PD-ja dhe bënte një protestë në qeverinë teknike, unë i pari thoja po, të rrafujnë tavan se qeverinë teknike e ti s'ka çfarë bëj. Artikuloni, prandaj po i dëgjojmë me vëmendje në një moment të dytë. A besoni se është për të marrë në konsiderat kësaj radhe për shkak të rrethanave? Patjetër, është komplet tjetër situatë në raport me 4 muajsh. Po ta kthehemi dhe më mbrapa, pastaj para i viti, kur akoma s'ishte arrestuar as Veliaj, po goditjen e madhe në fakt qeveria e mori nga Balluku, jo nga Veliaj. Me Veliaj nuk ndryshoi asgjë. Balluku është tjetër muhabet, sepse Balluku është paradhoma e kryeministrit. Dhe ato 16.000 faqe që janë aty janë shumë problematike. Dhe barikada që Edi Rama po i bën. Që me sa duke ndryshon rrethanat. Dhe fakti që ai po e mbron Ballukun, të bën të dyshosh që realisht aty ka diçka që rrezikon Edi Ramën drejt për drejt. Ky është prandaj që situata ka ndryshuar komplet. Dhe në këtë lloj situate, përfshto këtu edhe strategjinë e re kombëtare të sigurisë së Trumpit, që doli me 25 nëntor. Pa fol pastaj për këto elementet që duhen shkodu, tipit ai urimi i famshëm i Shtetet Bashkuara për 28 nëntorin, që thotë gëzuar 28 nëntorin dhe keni parasysh drogën. Kartelet. Domethënë, të gjitha këto gjëra të tregojnë që situata ka ndryshuar. Tash çështja çfarë do bëj ai njeriu aty, se nga njëra anë ka presionin e të gjithë sistemit që ky ka ndërtuar dhe sistemi që ka ndërtuar që e ka ndërtuar këtë, që e mban në këmbë këtë, dhe nga ana tjetër ka pastaj presionin e qytetarëve, që janë zgënjur, janë mërzitur, të opozitës po se po, edhe të faktorëve ndërkombëtar, të cilët nga ana tjetër nuk duan t'ia dinë se si e mban pushtetin rilindja. I cili ndoshta mund të reaktivizohet për çuar drejt skenarit. Zoti Sulo, më thoni, në qoftë se që ka e varur nga një firmë edhe nga një vullnet, atëherë gjithë puna tjetër bëhet e pavlefshme dhe ndoshta faktet për cilat ne po flasim që do duhet ishin asistuese për opozitën, gjithsesi nuk japin kredibilitet për ta realizuar atë. Atëherë pse është ndryshe skenari këtë herë? Kjo Ermali foli për vullnetin, do me thënë, teorik të Ramës që bëhet thjesht. Ajo bëhet thjesht edhe në një supozim të thjesht, në një rrethan, si që tha Zoti Zogaj, me dy fjali, Amerikanët si që po ndodh, tani në botë. Tani Rubio takon në bas 2 ditësh danezët për Grenlandën. Ndjeshim këtu edhe thamë jo, Grenlanda po jo, po ndodh. Dhe Amerika po thotë që asgjë nuk është jashtë parashikimit, çdo opsion qëndron në tavolinë. Po, dhe Rubio do takoj zyrtarët danez, kryeministrin. Tani, kërkesa e opozitës për qeveri teknike sigurisht është në këtë momente ka ndryshuar rrethanat, por të themi siç janë gjërat në praktik, është e avancuar për politikisht, është e avancuar për të krijuar atmosferë, për të shtuar atmosferën apo jo? Absolutisht. Se i dha nota spektakli, prandaj po qeshtë. Jo, po kështu flitet. Është e avancuar vetëm se takon zhurmës, tha praktikisht. Jo, ka kështu se a vetë ato se përgatitur akoma. Ja ta sqaroj. Sepse Rama, majoranca, e ka legitimitetin e numrave në kuvend, që të themi. Edhe me ikjen e Ramës. Edhe nëse, po themi. E pare, dyta. Bëjnë një rokada do, thuti. Një rokat në këtë rast. Edhe, ajo që thua ti edhe... Po të themi për ta
dhe duke thirrur dhe tryezën e faktorëve të shoqërisë civile dhe faktorëve opozitës, pra krijon një situatë të ngjashme, të themi me 97-ën, me sa i takon klimës, por shqetësimi është se mos mbetet vetëm në këto suaza. Mos mbetet në suaza klimaterike edhe të një tryeze që bën figurë të bukur. Të gjithë kolegët e ndanë shumë mirë këtë gjë, se thanë para zgjedhjeve të 11 majit edhe pas zgjedhjeve me futjen e Ballukut dhe me ndryshimin e qëndrimit amerikan. Prandaj ajo firma mund të jetë aq e lehtë e Edi Ramës me një shtytje nëse me një shtys të fortë amerikane, apo thoni me një imponim që do të ishte indikacion amerikan apo i huaj. Patjetër, më shumë amerikan. Ose me atë që tha zoti Zogaj që kryeministri tonë t'i marri kokaer dhe t'i bëj pengesë drejtësisë, e cila po shtyhet nga amerikanë. Është e njëjta gjë. Tani, shenjat janë të gjitha për këtë. Pastaj, si zgjidhet ai skenar? Këtu hyjmë në skenar politik, a me qeveri teknike. Se qeveria teknike është kur s'ke numra, dhe se ke një krizë të madhe. Ata numrat i kanë, me thënë drejtën. Por me gjitha të edhe krizën e kanë. Se thashë në fillim opozitës, se ndërry me zoti Zogaj dhe bëm opozita e ngrës tekën aq lart, sepse për mua është e kënaqur dhe me postimin e Edi Ramës. Sepse një parti në pushtet 12 vjet që ikën kryeministri, postimin kur themi një tërheqje, largim, negocim. Dhe pastaj rruga e bashkimit të opozitës tjetër, e qytetarëve, çlirohen energji politike të pa imagjinueshme aty. Pra, po flisi për një opozitë të vetë mjaftuar edhe qoftë me zbrapsjen e vetë Edi Ramës, jo me ardhjen në pushtet. Për skenarët që hapën. Se zoti Zogaj po qesh sërish. Cila? Ky skenar di pse se po ta mendosh, gjen Rama në një person më pak të kontaminuar nga ato vetat, një socialist më pak të ekspozuar, një trashëgimtar të ta vendos aty edhe unë e them 30 vjet tjera. Jo, sigurisht, qeveria teknike, po ajo nuk Se edhe Edi Rama nuk është se po e heq antipatia që kanë njerëzit për ta, po e heq problemet tjera. Po, ato problemet të tjera. Me problemet shqiptare i përballon se ka problemet jo shqiptare, që po e shtyn, nuk ma mendja se kalojnë në deus ex machina, qeveri teknike, zgjedhje atje. Madje as njerëzit jo. Kjo është ajo që thash këtë. Madje as njerëzit nuk po e largojnë, po duhet gjë zotin Xhaferi, meqense ju po flisni për mjaftueshmërinë e opozitës. A do të ishte kaq e kënaqur realisht opozita nëse do të arrinte jo në target, që është qeveria teknike dhe mundësia e shansi për të ardhur në pushtet, po qoftë edhe me një marrëveshje kompromis për zbrapsin e Edi Ramës? Shko, opozita i ka vënë mision vetes që tu të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Tani këto fjalë janë bë bajat. Pra, njerëzit e kanë përmendur tashmë prej 12-13 vitesh. Po nëse ju e keni seriozisht edhe nëse bëhen bajat, do duhet të ripërsërisni se e keni objektiv. Janë bërë bajat në veshin e njerëzve, por misioni ngelet i qartë dhe kristal. Janë bërë shumë qarta kjo nevojë kur u bën zgjedhjet më një herë pas 3 muajsh për Bashkinë e Korçës me 20.000 lekëshet, kur u bën në Dibër, kur u bën 2015 për gjitha bashkitë, kur u bën në 2017-ën, kur u bën në 2021-shin, kur u bën 2023-shin, dhe sa vjen dhe agravon. Dhe ne nuk është se kënaqemi tiki Rama dhe qeveri teknike, kjo nuk është deal politik, kjo është të vendosim, prandaj përmenda Maqedoninë e Veriut. Se kështu nisi dhe atje, u kënaqi opozita se Gruevski i fitoi prapë zgjedhjet për tie Gruevski, por pastaj ndërhyen ata si lejun për koalicion dhe Gruevski mori arratin. Çlirohen energjitë. Nëse këtu oligarkët shqiptarë, mediat shqiptare, bandat kriminale shqiptare, drejtoritë e mëdhaja të pushtetit, të mekanizmat dhe ingranazhet, nuk kanë presionin e atij që nuk qeveris për të fituar zgjedhjet nga mirëqeverisja, për të fituar zgjedhjet nga keqeverisja, nga paraja, nga presioni, nga pushteti, patjetër që për ne është një objektiv shumë i madh që realizohet për të çliruar. Por mos harroni që në Maqedoninë e Veriut tensionimin e parë kolektive bëri arratisja e Gruevskit për të vijuar më pas me një realitet që nuk është krejtësisht i ngjashëm me këtë që ndodh në Shqipëri. Gruevski filloi krizën 2015 me përgjimet. Po, ishin bombat. Ran dakord pasaj te qeveria teknike, u bën zgjedhjet, i fitoi zgjedhjet si parti e parë dhe pastaj nuk ju la as bëj koalicionin dhe pastaj u arratis. Ishin bombat me nisjen e tensionimit, por akti finalisht e arratisja e Gruevskit. Unë mendoj se edhe videot e Ergysa Gasit janë super bomba, se s'ka dalë ato. Ndoshta janë publiket tona që kanë perceptime të ndryshme. Në sekondat fundit po thoni, tashmë që do duhet të uleni dhe të negocioni, a keni linja të kuqe se duket se ka faktorë opozitarë që kanë bërë rezistencë dhe ju përjashtojnë për të ulur në tryezë negocimi?
Shiko, unë pa tjetër kuptoj këdo të çfarë do lloj ideologjie që do t'i qëndroj. Kuptoj zotin Qori, mund të kuptoj dhe zotin Pshej, nëse ka marrë, le të themi, spakun, pra si shpatën e tij të luftës elektorale, pra dhe të programit, por në fund fare, të gjitha diferencat që kemi zerohen kur bashkohemi të një e përbashkët, që është të kemi zgjedhje të lira dhe ndershme. Prandaj te kjo qeveri teknike, të gjithë do jenë dakord. Zot Xhaferi, sepse kam limitet kohës televizive para firmës, a keni një deadline afat përcaktuar për këtë periudhë negociatore, po e quaj për ju? Unë mendoj më shumë se periudhën negociatore, ne do t'i vëmë një deadline vetes për periudhën e presionit social të brendshëm dhe destabilizimit, jo, destabilizimin atë termin, sigur do ketë të trazira, destabilizimin status quo që duhet të ndodhi për të shkuar deri asaj, mendoj do të jetë para pranverës, objektivi i shoqërisë shqiptare për të shkuar drejt qeverisë teknike duhet arrihet. Le t'ju shohim, do t'ju ndjekim pas hapit, të nderuar zotërinj, unë ju falenderoj për kontributin në trialogun e kësaj mbrëmje, të nderuar shikues, ju falenderoj edhe sonte për vëmendjen e treguar. Ndani bashkëtu dhe ritakohemi të martën tjetër Radio Televizionit Shqiptar. Deri atëherë, nga unë Alba Lishani, natën e mirë dhe miru takofshim bashkë.